Përshëndetje përsëri, jemi në Green Talks, në këtë edicion të Green Festit, edhe tema bosht e këtij edicioni është biodiversiteti. Një prej sanave më të mira që na ka ndodhur ndonjëherë është biodiversiteti në secilin kënd që doni me e gjujt, si kulturor, si natyror, si njerëzor, si gjithçka tjetër, po një diskutim kemi me pas për rolin e artit bashkëkohor në kauzat mjedisore. Edhe fatmirësisht kemi njerëz në Kosovë që bëjnë të tilla vepra, jo vetëm në artin bashkëkohor, pra kemi filluar me pas kapak edhe në artin skenik. E një prej njerëzve që unë për veti jam ballafaqu kështu që thojmë me hune me buzë në një prej veprave të dritonit që e kemi sot këtu, ka të bëjë definitivisht me ambientin. Driton Selmani, artist. Mas mirë. Mos me zgati heq, a? Fjallë shumë e ronë, që aty nalo. S'po shtojmë kur gjohë, mane, na. Ta veç për emra. Driton, mirë se erdhe në Green Talks, edhe biodiversiteti është një farë me cilësu një farë gjendje, një farë marrveshje. Një farë marrveshje, pëthoj marrveshje, cila definitivisht vetëm kur mungon e shëransin fort madhe të saj. Shumë e vërtet. Unë e bile djali jam klas 6 që të jemi me mësime në gjeografi. A që të jemi, okej. Po, për me natyre. Unë e një si marrveshje, sepse nëse prej këtë cikli i biodiversitetit nuk është më marrveshje, është që i thonë këta në Shqipëni sforcim. E na jemi të jetu në periudhën e sforcimit ndaj krejt ekuilibrit që e karakterizon si biodiversitet. Po, derisa sforcimit na bie krejs, kështu mirë, tamam. Po realisht në varet prej cilit perspektive shohim, po nëse e shohim prej perspektivës së analizës të përgjithshme, ndoshta edhe efektet që jemi t'ia shkaktu ne si qenie njerëzore me bë këtu një ndarje direkte në diskutim, mendoj që alarmi është çdo ditë edhe mundesh me ani erën, edhe mundesh nëse im shil syt me ni, po edhe e kena edhe para syve me pa domin që ime të e bo. Tash kjo nështë në fillim diskutimit të nglën si diçka alarmante, po realisht është prezente. Mirë, Driton, ndonë se nuk je artist ambiental, se falem më herë për këtë farë cilësimi kështu, po me gjithat shumë për vepra tua qojnë ujnë në këtë bunarin ose pusin e ambientit, fatmirësisht, edhe kam përshtypjen që unë për vetë e kum pas një për kështu për ballafaqimit me veprën tonë, pa e ditë që është vepra jote, e vitit 2024 vepra që ka qenë tek biblioteka kombëtare me atë murin, si më thonë, e dy fesh në të cilin është dash me kalu duke bo leqe, edhe ka qenë një mur i cili ka qenë me këto me qeset e zeza të bërlogut i më përshtjell. Edhe tash kur kështu mendu për diskutimin tonë, thash, a është vetëm arti bashkohor ta lejon që të farë komoditeti me bu një vepër kaq të madhe në një vend jo fort të zakonshëm për një vepër që njerëzve me u pështet fytyrës edhe me edhe me thonë ka dalë për diçka që apo ndodh. Jo domosdoshmërisht, bile arti bashkëkohor në shumë kontura cilësohet si diçka shumë luks, shumë komoditet i madh, se për shembull shpesh herë diskutimi shumë i madh momentalisht në botë ose në botën e artit bashkëkohor është se sa jemi të bën ndotje për me marrë një vepër arti e cila e përçon një mesazh. Edhe ka shumë muzena për botë të cilët kanë angazhu kurator me edukim, me edukim të posaçëm mbi temat e mjedisit, edhe domethënë një sikurse edhe korporatat edhe fabrikat e mëdha, edhe muzeet, edhe institucionet e artit janë të equ për para idenë zero carbon waste. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen që do me mendu sa po shpenzojmë mas pari buxhet financiar për me ble materiale të cilat i hinë në punë një lloj kauze. E pikërisht te thirrja ose ftesa e UNDP-s për me punu diçka në ditën e tokës, që ka qenë edhe vepra The Wall or The Tilted Promise,
në fillim ka shoku shumë, se ata e kanë pas një rregull shumë strikt që më kanë thonë drejton çka do që bën, gjithçka duhet me qenë me materiale të riciklueshme. Edhe unë nuk është që jam mësuar nashta shumë me atë pjesë, edhe pse nëse e bën një ulëmtim shumë thjesht mbi karrierën time artistike, ndoshta për mi 90% veprat mia janë ready-made found objects ose objekte të cilat i gjej edhe i marr prej rrugës edhe tentoj mi u dhon një kuptim të dytë. E riciklon. Po, unë thjesht jam një pasars i mënyrës që kanë menu artista radikal sikur Marcel Duchamp, sepse ai njihet si një pi njerëzve artista të parë i cili e ka shpik ready-made me atë vaskën e urinimit që ka këty mrapsht, rrotën e bicikletës, atë pjesën e varsën e shisheve, bla bla bla. Po, si përfundim, jam shumë i lumtur që muri në bibliotekën kombëtare ka qenë i prodhuar me 3 materiale krejt, kanë qenë dhrasat e riciklume të cilat i ku marrë prej biznesit familjar, ku çdo lëndë e parë që e blehet, ajo dhrasa realisht është pjesë mbajtëse edhe i çdosh më riciklu, edhe e kemi riciklu, edhe ka qenë prill mduket, edhe nailoni zi është nailon që ku marrë prej baqës mamit. Çdo 5 vite, çdo kush që miell baqe e ka gati të pamundën pa e ndrru, edhe ajo tekstura e vrima ku kanë qenë të mielna, specat, patligjonat, unë jam fascinuar shumë, është edhe ka qenë me lloç e krejt ato sene. Domethënë një baqe horizontale e kemi kthyer vertikale, edhe ka përçu mesazhin shumë mirë. Po sani më e rëndësishëm ka qenë mesazhet e fëmijëve që i kanë shkruar në mur. Edhe kjo ka qenë pjesë e procesit se kemi menu në fillim, po ata ideja që unë ishin shumë familjar, edhe ëndrat e tyne është një farë, si di qysh me thonë, është një farë lloj mesazhi që nëse e lexon e kupton që realisht alarmi është te ta, jo te na. E që kjo si kontura. Jam shumë i lumtur që thjesht mundesh me bëu edhe një vepër të kalibrit të tillë, diku 25 metra me 3 bla bla bla, edhe pa shku në asnjërin e këtyre supermarketat të mëdha me ble diçka. Është sfidë normal, por nuk është që s'ka. Që shukon pritja me çat vepra, se po më duket ka qenë pe vepra kështu, ose thjesht është përshtypja ime që ka qenë pe të mëdha, që njerëz ndoshta kanë mujt më ballafaqur shumë me to, duke e ditë që është një zonë shumë e frekuentueshme këtu. Që shukon pritja, a ka pas reagime, si më thon, a ka pas reagime drejteje, si më thon, a ka pas reagime kështu në mas? Tash si artist kur nis me punu në vepra të tilla, ti nuk e ki shumë të qartë rrezën e cila çka prek kanë e prek. Okay. Po baza e veprës ka qenë mbi idenë e reflektimit diçka mjedisore për ditën e tokës. Çka ka ndodhur, diçka e jashtëzakonshme, ose kemi prej një për arterëve kryesore të lëvizjes, sidomos studentëve të Prishtinës, që vinë tamam në arterje. E dyta, që nuk e kemi kalkulu mirë, që është shumë pozitive, është interesi tepër i madh i shkollave fillore të Prishtinës mi prunë nxënësat, edhe me pa veprën. Edhe unë si zakonisht kur inkorporohen fëmijët, unë fluturoj pe qefit, edhe ton kohën kom tentu edhe mi taku. Kjo ka qenë diçka e papritun, por që më ka dhënë shumë, me thonë ndjen shumë të mirë se ata reflektojshin me markera, kanë shkruar mesazhe, kemi marrë workshop në bibliotekë kombëtare, e kemi përdorur një treg shumë thjesht me ato serinë tjetër të veprave mia me qeset plastikës, kanë shkruar mesazhe na për to, i kemi në fund i kemi bën, nëse s'gaboj 12 korniza me copat murit, edhe me ndihmën, edhe me thonë edhe me çastin pak më serioze të UNDP-s i kemi shpërndar prej presidentit e të poshtë si shenjë, për me pas edhe ata mrena, edhe kryetari komunës, edhe kryeministri, edhe ministri i planifikimit hapësiror, edhe kemi shpërndar si copza të riciklimit të asaj, baqës që ka këtë, baqja që kanë këtu, baqja që tash qëndron, besoj në për ato zyrat të institucioneve vendimmarrëse për me e baqat kalimin ose qatë ngushticën e mureve, me bo pak ma aktuale dhe më full për to, sepse ngushtica mes dy mureve ka qenë kalkulim geometrik të e marrë si analizë
gjetjet ose rezultatet e shkencëtarëve një kalkulim se sa ko ka mbet deri te kataklizma e shurjes së jetës në tokë, ajo është kalkulim në centimetra. Normal, miliona vite që na kanë mbet janë e pikërisht ajo ka qenë ideja me marrë një ngushtisë ku ti ndoshta nuk nihesh çaq rehat, edhe muri ka qenë i marrum vizualisht i tillë që për një distancë ti nuk e ke ditë a ka dalje apo jo. Kjo i bjen që pak a shumë është sikur me fobit. Vetëm ideja kur ti arrin me bind veten me kaluna për fobi, fobia shërohet. Çaja ideja klaustrofobisë. Yeah. Shumë interesant, po i përmend këto që janë shpërndosur, më thon tek edhe institucionet që është shumë e mirë, është besoj që i kanë parasysh. Po zakonisht na nim edhe prej organizatave qeveritare, edhe prej neve gazetarëve, edhe prej institucioneve, zakonisht ambienti, ndotja, edhe kjo që si më thonë centimetrat që janë llogarit me vite jetë, dhe më thonë jemi pak a shumë statistika, në arrim të nejnë statistika. Çfarë mundet, si më thonë, me bo arti për te i qytyne statistika, për te i raporteve, dulë sot një raport i cili konstaton që dulë nesër një raport i cili konstaton, i cili ka një kaç PM 2.5, kaç PM 2.10, janë ndotja këtu, dhe më thonë, ç'kam rrin arti me bo për te i kësaj? Po më varet prej konturave, fenomenave edhe ngjarjeve që i kemi përreth, se problemi më i madh te karakteri jam është se unë jam bind që arti mund me bo shumë. Tash jam të mri me një mosh me kuptu që arti nashta nuk mund me bo edhe qatë shumë. Sepse më varet edhe prej me thonë rrathëve social edhe politiko shoqëror ku ti vepron edhe me pa fuqin tane si individ. Masani arti është një lloj, me thonë, mediumi, arme, vegle që ka du quftë që ti e cilëson për me reflektu edhe me paraqit gjuhën me cilën ti fol. Po unë i përkas një kategori njerëzve që menoj që arti mund me bo shumë në momentet e duona edhe në vendet e duona. Në rast se kisha menu ndryshe, nashta s'kisha bo kur gjo deri sot, kur e shumë mrapa, menoj që shumë vepra të artit të mijat janë bo në kohën e duon për me fol për një tematik të duon. Pikrisht kjo më jep, si me thonë, një farloj kurajo për me vazhdu me idetë e mia, po nëse janë nis me hjek kategoritë e artistave dhe artit të cilën ata e bojnë, atëherë ynyra e shoqënisë nuk ekziston më, e një shoqëni pa ynyrë është e determinuar mu rrezatu. Rrezatimi është shenjë që sanat janë të shku, që thojnë në Shqipni, për ters. Edhe thahet, thatësia është përfundimi i ciklit jetësor. Është pak a shumë menoj që sikur nëse e merr një pemë, edhe ajo pemë pa fruta realisht ka shumë pak poezi. Nëse ka pak poezi, ka pak reflektim. Kur ka pak reflektim, sanat vyshkën. Thjesht menoj që jemi nashta me fat që jetojmë me një demokraci si Kosova ku liria të shprehurit realisht është në nivel që nuk ka shumë vend për kritik. Edhe artistat ish dasht me pas parasysh. Unë kam shumë shok, shumë artista shumë njerëz të skenës kulturore që realisht do të me kalit goxha shumë idenë e mendimit që në fund të fundit me dal disident. Të qenë disident nuk është e lehtë sot. S'ka qenë kur, po menoj që në Kosovë të paktën platforma e mendimit është në nivel, menoj që është të kënaqshëm për mu shpreh. Tash sa më shumë komoditet që kemi, aq më pak prodhim artistik ka. Kjo është edhe mshme. Uroj që kjo mos me nxit këta që me janis me zvoglu hapësinën e të shprejonit, që me nxit artistat, po unë veç po du me thonë që që se thërë që ma herë ku mendu që arti bërnë shumë, pas si më thonë tu kalu vitet, nështë ta ka shku tu Uzbekja, po sa ka ndikim real.
ti mundesh me këto, ndoshta mundesh me përkufizu në veprat tua, sa ka pas ndikim real, sa veçuni më gjatë se ki marrni mesazh për dikujna, thjesht e ka lyp dikush dritonin, e ka gjetë website, e ka gjetë në email dhe ka shkruar ose rrjetet sociale ose gjithkund. Sa e ke ndjen ndikimin? Ndikimin e kuj? E veprave tua. Te të tjerët? Tek të tjerët. Institucione, po jo kështu, si më thon fjalimit të institucioneve që vinë në program të veprës aty që po kështu ndikim, si më thon, të ndjeshëm. Menoj që nështë një pisërive të mia të veprave që nina shumë në botën ku operoj, është seria e veprave që quhet Love Letters, edhe që është gjithçka lidhet mbi bazën e ripërdorimit të kesëve plastikës. Tash ideja që 2018 kur unë kom vendos me përdor si telajo, si piktur, si background, si material që s'ka as vlerë në kohën kur unë i kom marr, u kom pa pare, tash është bërë me pare, kesja, ajo forja me shti kesën kese. Menoj që ka përçuar një mesazh shumë të fuqishëm sepse ka rezonu. Ideja që ajo seri e ka pas një prezantim pak më serioz në kuadër të manifestës në Prishtinë, ka rezonu hala më shumë. Ideja që unë vazhdoj me punu shumë me atë seri, edhe pse kohëve të fundit nuk është si po prodhoj shumë keset plastikës, sepse nëse e këshyr në kuantitet, është seria më e gjatë edhe nështë seria e veprave që përmban mas shumë të pjesëza ose pjesë individuale në kuadër të serisë. Sa janë? Po ka shumë, nuk e kam të kjo artë, po nuk e kam shumë sakt, po e di që ka nis me mu që ja kom nis me mbledh keset e supermarketit të i përdor, ka nis masanej me mamin tem që mi ka dhuru keset e soja, ka nis masanej me një rreth ma të vogël shoqëror, për shembull në atë kohë drejtor i drejtorisë kulturës Prishtinës ka qenë Adrian Berisha, i cili edhe ai ma ka pru një grumull qeseve që i kam mbledh si drejtor prej rrugëve, ka nis me shokët me në Gjenevë, në Tokyo, në Basel, në Londër, gjithka që ata thjesht kanë mërrim pikën edhe janë bind, mas e kanë po prezantimin e qesëve që Dritan Selmani ka energji të një shamanit me si me thonë, me trajtu një kese, edhe kesja mos me qenë mo kese, po me qenë një vepër arti. Edhe ata tu e po që si material që unë më thojza pas në qatë energji, kanë mbledh kese për mu. Se për ta kesja ka qenë veç kese. Në momentin që unë i kom marrë kese dhe i kom trajtu për tyne, kesja u shëndru në një mas pari në një skulptur, në një objekt me thonë të suspendum e cili e përçon një mesazh, edhe një ekspozim i banalitetit njerëzor se çka është diçka e cila jeton më shumë se gjithçka tjetër. Edhe në atë kohë, në Prishtinë, edhe sot nashta, ka qenë very obvious. Kesja ka qenë diçka që e ke pa gjithçka. Dhe unë një pi... Që është ai stand-up komedia të Ardan Islamo që thënë, edhe në aeroport, të hypë në aeroplan e kemi një kese me vetë. Gjithmonë. Ose një moment kur në më ka arë pak, me thonë, marë është, kur kom rrinë dhërmi, ditën e parë kur kom i më lanë ndete, e kom po një kese të hibit në ujë. Kjo tani ta kanalizon edhe e kupton kush e ka gjujt. Po, burimi. Po, burimi i lajmit. Mirë, me këtë veprën, do më thonë me kese, unë e lexova dhe ke një prej review-ve aty prej manifestës se si një vepër mundet me tu përjetësisht në kese, duke e ditë na që degradimi i keseve edhe nëse hedhan ato natyrën dhe i kalojnë me shekuj, si më thonë, derisa të hesin. Po me gjithatë kemi, si më thonë, kemi një nisë, kemi pas në reflektim në kese, unë bo 5 cent, ja ka nisë me u zvoglu numri tyne, fatmirësisht, do t'ishte mirë me u heq krejt, me kalu në diçka tjetër të ciklushme. Po, ti ki dhe vepra tjera, si më thonë, të cilat lidhen. Një prej veprave me cilën edhe falem paraprakisht, ishte ajo me 3 shishe të plastikës, të cilat i ki gjeru në lumë pranë vendlindjes tone. Lumi Lepens. Lumi Lepens, një për lumejve kryesor të këtij veni, cili derisa të kalon Kakaçaniku e me shku më pas në Maqedoni, i kalon do hidrocentrale që janë në përparqe nacionale e faqja Zejs, po me gjitha del dyqysh. Po kur del me shumë shishe plastike dhe me shumë kesa sigurt.
Kisha pas qef për ata që kanë me dëgju këtë diskutim, a tregu, si më thonë, veprën, edhe pse është mirë me u pa ajo vepër, po besoj që tani munden edhe me kërku edhe me pa, masi që të dëgjojmë. Vepra quhet Everything We Do Is Really Really Brilliant, është një ironi në titull, edhe se shumë vepra tjera është një aksident, me një përballje tame me një skenë që s'ko mujt pa e gjiru. Herën e parë kur e kom gjiru, nuk e kom pas as idenë më të vogël se çka kam e bë me ta. Po veç e di që të një pjesë ku shkoj shumë shpesh me vizitu, me meditu, me pa, me kalu kohë te Lumi Lepens, dimër ka qenë edhe e kom has një farë, na i thojmë gjiri, është një pjesë ku uji i kthehet edhe sillet. E kom pa një grumull të shisheve. Edhe poshtë që një 2-3 prej tyne nuk u largojshin ton kondër, u ktheshin prap. Edhe di që e kom incizu për një 12 minuta mos gabofsha. E dikur u pina ato incizu, po se disha çka është. Edhe mas një kohë kom marrë një ftesë prej Fondacionit 17 me bëni bashkëbisedim mbi temat e ambientit. Edhe tu lumtu, masane kom bëni bashkëdyzim mes videos, pa prej, është incizuar, po më duket me njëjtin iPhone që kam atash, me një kamerë amatere. E kom bërë një video vepër që i ka 3 elemente realisht, e ka elementin e skenës ku ton kohën nuk ka pjesë të videos ku metet pa një shishe në pjesën e ujit. Është edhe një fjalim i coptum keq i David Attenborough në fjalimin e tij mbi riciklimin ose efektin e plastikës në jetën tonë. Ai e ka një moment ku thot, kur ka qenë student, profesori në shkollë të mesme mos gaboj, ju ka thonë, boys, you are very, very lucky. You are living in the age of plastic. You lucky people. Tash, fjala you are very, very lucky, edhe you lucky people, i kom prej, edhe i kom vendos, edhe ato përsëritën, edhe me titra, sa herë që shishja del në kuadër. Në të njëjtën kohë, sa herë David Attenborough e thot fjalën you are very, very lucky, e kemi bërë një kolon zanore, bashkë me një djalë që thot që është trumpetist amater, po për mu i bje trumpetës shumë mirë, është një aktor edhe performues që shumica në Kosovë njohin, Tristan Halilaj. Edhe gjatë shfaqjes së parë, Tristani ka qenë i ulën audiencë, edhe ka fillu me performu live çaty për çaty, mbi zonin e David Attenborough, të e kriju një double kakofoni, ose një double zonë mbi një mesazh që është vizual, edhe një mesazh i kënej i përqum në 2 shtresa, si lloj sforcimi i zonit për me hinë vesh. Edhe vepra është faq deri çtash është faq zakonisht vetëm në prezantime të mia që lidhen me ambientin, është faq për herë të parë në Fondacionin 17, pastaj ka shku për një muaj me ftesë të Galeria 7 prej 7 Artin Mitrovic, edhe dorën zemër, po t'rregoj drejt, jem fascinu prej aktivistave të ambientit Mitrovic, edhe prej pritjes që e kom marr, edhe vepra që e ka pas Mitrovic, sepse në hapje kanë ardhur shumë njerëz, edhe më ka shoku ideja që kish aktivista që dalin në mënyrë vullnetare mi pastru 5 lumejta, sa i ka Mitrovica, 5 lumejm duket i ka, e që na pak e dim, na qësimit Mitrovicës. Edhe di që ato e ka pas një pritje të jashtëzakonshme, është faqe në raste tjera, po që është edhe një vepër që shpesh kur flas me artista të ri, ju them, është bërë me buxhetin më minimal në botë. Parët që i kom marrë për me marrë pjesë në panelin e Fondacionit 17, i kom ndarë në 2 vende, një pjesë e vogël ju është dhënë si pagesë modeste Tristanit, edhe një pjesë tjetër pagesë modeste për shokun tem, atë dhe hodën i cili mi monton krejt vetit e mundshme gati, edhe taj e kam një çmim të lirë se jemi shok vjetër. Po që me atë buxhet realisht nuk prodhohet, po edhe prodhohet. Po, edhe prodhohet. Edhe prodhohet. Që ka po më nxerrte një pyetje që si më thonë kom përgatit për ty. Qysh e përjeton personalisht këtë raportin mes krimtarisë dhe përgjegjësisë shoqërore? Se kjo tash, domethënë, është
këtë gjë e ke bë si përgjithësi shoqërore, nuk e ke bë pse u dash me u pagu, me marr pjesë atje me bë kështu. Kjo është thjesht ke shku te një vend ku shkon gjithmonë dhe e ballafaqur me to. Shqipëriton që të raport. Po është shumë interesant se menoj që artistat i kanë dy atë njëjtën kohë. Artisti nuk e menon profitin. Se një artist, nëse e kish menu profitin i shkon galerist. Ose koleksionar. Po artisti është dora e parë që e çon perdën me marru një gjuhë të re e cila i flet masës për një problem shoqëror, për një varr, për diçka që nashta tjerë s'janë të e pa. Po mendoj që artisti i ka dy atë njëjtën kohë se e sheh problemin, tenton me trajtu dhe me prezantu anej. Unë marr shumë përgjithësi, se zakonisht përgjithësia jame shoqërore lidhet me idenë që unë absorboj, me një moment caktuar ajo kalon nëpër sistemin digestiv edhe del si produkt i cili fol për probleme shoqërore. Por realisht unë kam aksidente të cilat nuk muj me i lan, nuk muj me te kalu. Zakonisht shoh shumë ngurë në rrugë. Çajo është ajo encounter që i thonë anglisht, ballafaqimi me diçka që ti e ke të pamundën me mshël syt. Kjo më ka ndodhur tepër shpesh mu në veprat e mia. Unë për rastin tem reflektoj edhe menoj kështu. Është diçka që ti e ke të pamundën me ik edhe masanej shpërfaqet në artefakte vizuale të cilat e marrin edhe trajta edhe ngjyra edhe trup të asaj që ti nështë ta ka gryt runin edhe ke imagjinu. Çaja është. Mirë, përpara se me dalë, se po du me dalë me pas edhe një vepër e fundit e cila e ka pasur edhe fatin jo fort mirë, po du me të pyet pak duke qenë se jeni kod gati, si më thonë, në skenën e artit edhe kontaktet e tua janë të ndaja edhe me artistë tjerë. Sa është duke nxon vend, si më thonë, kjo aktivizmi mjedisor mbrana artistëve, dhe sa janë tu sa është tu bo interesante për ta, për me bo vepra? Në Ballkan kishe me thonë është ta? Po tentoj me thonë një mendim shumë radikal. Ideja që unë nuk jam i shkollum mbi temat mjedisore, ma pamundson me fol shumë për këtë pjesë. Po menoj që sa herë artisti e shër një open call edhe synon me marru një projekt i cili reflekton mbi çat open call, menoj që vepra çalon. Sa herë artisti nuk i thot vetet environmental artist, po prodhon vepra të cilat flasin mbi çështjet personale të tia, lidhet e tia personale me shtigjet që ju kanë prej, menoj që fuqia është shumë e fortë. E kisha pas shumë qef që ndoshta jo krejt, po artistat të cilët e kanë një pozicion të fuqishëm ose që kanë një story të fuqishme, mos me pa open call-in, po me marru veprën me apo pa shpagimin mrapa. Fatkeqësisht është shumë prodhim kulturor që është paketim i keq edhe plastik jo vetëm në material, po edhe plastik në kontekst, në konturat maksifaciale, edhe del si fasad shumë jo përmbajtësore. Po do më thonë që open call i sforcon me bu artist për çat farë vepra. Menoj që për shembull, të qenit artist në Ballkan përgjithësi, s'po shkoj më larg, ka shumë hapësinë me reflektu mbi shumë tema të cilat janë shumë aktuale, sepse na jemi shtete në zhvillim. Shtete në zhvillim i bën që kemi shumë fiskulturë për çdo ditë. Fiskulturë, shumë gurthysa, shumë zhavar në lumeqe siç dash më prek. Shumë ura mbi lumin Lepens që realisht nuk i di ai dash me qenë, sepse aja e prek edhe florën edhe faunën. Nuk e di. Ka shumë hapësinë për me reflektu, po kisha pas qef që të paktën kur e merr për bazë idenë me fol për një çështje që s'është personale, do të ma shumë ulumtim, edhe ma shumë prezencë në ato vise, më të prej koma në qatë tokë. Momentin që ti lëshon qytetin edhe shkon e prek qatë hapsin, menoj që gjysa e veprës veç është kriju, sepse ti perspektiva jote është perspektiv e parallaksit dhe jo perspektiv one point perspective, nuk është perspektiv prej një kondit vetëm, po është
është njëjtë sikur në gazetari janë 2 apo më shumë burime. Po. Edhe Po, kjo e fuqizon shumë pozicionin e gjuhës, po edhe produktit final. Kështu për me shku, si me thonë, në teren, ty të karo me shku vitin e kaluar në një prej pikave më të larta që mundesh me e po Prishtinën. Edhe atje ke bo një vepër ku ke mbjell një palmë, e cila, si me thonë, në këtë fotografin e veprës të cilën e ka bo shoku jo në Ferti, Limani, shihet mbrapa Prishtina me një ajër përmbi, me një cip ajri të ndotur, po shihet edhe obiliqi atje, edhe palma të cilën e ke mbjell aty në kryet kres, si me thonë. Qa ka qëndru mas kësaj vepre që e ka emrin Nobody Saw This Coming? Po, prezenca jame ose e palmës mbutës ka arë me ftesën e On Top Residency, një iniciativë e cila funksionon në një territor caktuar në atë kodrën e veçantë në Butovc, edhe e kom pranu me shumë kënaqësi, edhe kemi dashur me bëu diçka që realisht lidhet pak edhe me politikat e të mendimit në kuadër të zhvillimit të Prishtinës, edhe unë kom qenë shumë interesuar me pru në Prishtinë një hije të palmës, jo veç palmën. Kom qenë shumë interesuar m'ia dhon njerëzve mundësinë me shku më ul nën hijen e palmës në lart, që është diçka jo fort ordinera, edhe e kemi pas një pritje të jashtëzakonshme edhe në hapje edhe me vizitor. Po tash pjesa e dytë, edhe pse vepra lidhet pak me çështjet mjedisore, edhe ideja që kemi dashur me pru një dru egzotik në një vend jo egzotik, pjesa e dytë e veprës është nashta më interesant me diskutu, sepse para një muji e kom marrë lajmin që dikur, nuk e di saktësisht kur, ka shku dhe e ka djeg komplet. Ironia, mbi ironinë teme është hala me fuqishme. Mesazhi që na nuk jemi të gatshëm, nashta edhe jo vetëm me ujit, po nuk jemi të gatshëm edhe me respektu një drunë të shenjtë. A me e po. A me përshafu, a veç me absorbu, po me djeg është mesazh shumë i madh për mu. Logjika e të djegmës e djeg logjikën e të menumit. E kjo për mu ka shumë rëndësi, sepse i bjen që logjika e të menumit tem si artist bashkë me kuratorin Fatmir Mustafa Karlo e djeg logjikën tonë. Sepse është një logjik tjetër që ta djeg produktin, që e djeg veprën, që e djeg lisin, që e djeg pemën. Që i djeg malet. Që e djeg malet. Edhe tash, për mu është shumë ofenduese për një artist mi o djeg vepra. Shumë. Sepse ti janis me menu, ku kom gabu. Sepse çdo artefakt, çdo vepër arte e ka një lloj shenjtërie. Aq më tepër kur ti lun me elementin më të shenjtë botë, me mielni pemë. Do më thonë, me mielni pemë është të shenjtë, nëse ajo pemë veç edhe nxan rroj është halo më e shenjtë. E thash kjo e hap një diskurs krejt tjetër, edhe ish dash mu diskutu. Adin? Po, prap se prap, kjo më qënë te teoria e artistës edhe poetës që mu më pëlqen shumë e Talat Nan. Ajo e ka një ese që është botu në dokumenta në Gjermani edhe e ribotume prej Art House në Shkodër, Bulza quhet, botimi tyne. Nuk i di është përkthimi i duhur në shqip, po përkthimi titulli origjinal është The Price We Are Not Willing to Pay for the Cost of Love. E çmimi që nuk jemi të gatshëm me pagu për koston e dashurisë. E Talat Nan fol që dhe flet që realisht na nuk e dojmë tokën. Na jemi të gatshëm sot nëse vjen mundësia komplet njerëz që kanë mundësinë me kalu me një planet tjetër, sepse kallëzoma një cep tokës që nuk e kemi eksploatu. Kallëzoma një kulturë bujqësore që nuk është bardh, nuk është shkatru, nuk është infektu. Kallëzoma një fis në cilin dush vend prej New Guineas deri në Alask, që nuk është kontaminu me politik, me religion edhe me sistem të menduarit edhe të vepruarit sipas normativave jo orientale, oksidentale. Kallëzoma një kulturë që nuk ka him kombëtar që duhet mu interpretu me orkestër që
realisht është shpikje e mënyrës perëndimore të menduarit. Çka ka një instrument i Papua New Guinea që nuk mund me qenë pjesë e himnit kombëtar. E këto janë resurse që nuk e di çish më shpreh, po janë asete që të shtin me menu që sa është e gatshme në shoqëria jona me pranu edhe një dhurat ironike sikurse hija palmës së zezë. Po shihet, si më thonë, sa është e gatshme, po më kujtu që, si më thonë, me këtë palmë na kemi pas edhe raste tjera në Kosovë, kur kemi pas një prej kryetarëve, ka që Niku Qipa të mbjell palmat në një qytet që duke është të çfarë tropikale, e mundet me pas ndoshta lumin afër, po palmat jo, që realisht isha të mendu tash edhe ajo tregon se si mundet edhe me u keq përdorur palma për një projekt edhe me vendos aty ku nuk e ka vendin, në atë rastin atje. Po edhe kur ketu fol për këtë ndrimin e planetit, kesh të kujtu sa shumë njerëz kanë pagu biletën për me shku në Mars. Edhe ka prej tyre që kanë filluar me blet tokë virtuale në Mars, duke mos e pa veten më këtu. Mirë, Dritan, kisha pas shef më të pyet nëse veprat tuaj, kush pe veprat tua tash janë diku në publike dhe kishin mujt ata që janë tuna dëgju tuna po me i vizitu, a ki dikun që janë, si me thonë, të ekspozume për momentin, edhe a pritet këtu veprat të cilat janë bërë ndoshta në kontekstin pak të futura në kontekstin e Kosovës me u shfaqur në për vende të tjera. Po momentalisht në Kosovë janë do qarqe ku ka vepra permanente të mia që mujnë më pa. Një vepër që kemi vendos vitin e kaluar bashkë me Lëvizën Fal edhe me ambasadën e Holandës. Ironikisht për hir të ditës së Evropës është në shkallët e Arbërisë. Është ajo në Alme. Unë jam çuditë se unë kam qenë një prej artistave që kam protestuar shumë për lirinë e lëvizjes, sepse kam udhëtu shumë. Edhe sa herë u dashkem ushtu doza e gramazhës së dokumentave në ambasadë për me dëshmuar që ti si të dosh me jetu në qatë shtet. Vepra vazhdon me qenë atje. Është vepër me bazë është krye të shkallëve të Dragodanit. Po, gati se në kokë lartë. Një vepër tjetër që mundet më pa, është e qasme që realisht mund me pas edhe pak impact mbi çështjet mjedisore, është intervenimi jam mbi rezidencën Dhia e Kuqës edhe Red Goat. Është rezidenca e arkitektit Ideal Vesa në lagjën Tasligje. Për ndryshe veprat e mia momentalisht janë prezente edhe në Hotel Graçanica, po edhe në intervenim permanent në Tilt Radio Vinyl Station edhe barin në Arbëri. Nuk e di tjetër konë, nashta po harroj. Për Prishtinë po flas. Që i bën të marrën Prishtinë për me i pasë to. Patjetër. Po rekomandohet vepra në shkallët e Arbërisë. Patjetër. është edhe si më thonë, ma e madhe. Edhe palma ka pak më nai mush si. Edhe palma është lart, shumë shpejt kemi me tërheq. Sepse për mua është një mumje që ka shumë vlerë. Okej. Edhe mumja në një moment caktuar nuk shkon në Londër as në Louvre, po kemi me tentu me majt këtu në Luxor ose në Kairo. Okej. Dritan, faleminderit shumë për këtë diskutim. Me shumë qef ishte më të pas në diskutim, edhe për shkak të veprave, për shkak edhe të mendimit tonë që e ki mbi krejt çka na rrethon, s'po them ambient, po mbi krejt çka na rrethon në jetën tonë të përditshme. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, është shumë kënaqësi me qenë këtu, edhe është kënaqësi e madhe me tentu me ndo ato që i menoj, ka njerë edhe jashtë klopave, po menoj që kjo është njëra më e mirë duan për me përçu të paktën një cop eksperience të tjerë që me reflektu krejt bashk, sepse mu më dhem shumë fakti që e du tepër shumë Kosovën, po e urrej dorën që e ndot Kosovën, e shpesh e menoj, a din sa pak na duhet me bo këtë vend, mu do qashtu qysh edhe ka qenë, edhe qysh është. Edhe qysh na pëlqen me po dika tjetër. Po, absolut. Se ajo se secili prej atyre që shëtisin dikun kthehen, edhe një pe gjanat para që i përmendën është ke pastër. Po. Që bëj ai influenceri
Lutëm, veç vazhdo. Njëjtën zbatoj edhe këtu. Po. Faleminderit. Mirë, ky ke diskutimi i radhës në Green Talks, në këtë edicion të Green Festit për biodiversitetin, patëm artistin Dritan Selmani me një kalim në përveprat e tij edhe qysh e tha dhe vet, edhe jashtë shumë klopave që zakonisht i vendosim kur diskutojmë. Shihemi në diskutimin tjetër.